Falënderimet i takojnë madhërisë së Allahut, atë e falenderojmë, atë e madhrojmë, prej ti falje, udhëzim dhe ndihmë kërkojmë. Falenderojmë Zotin e madh që dunjan e latë përkohshme dhe nuk e latë përhershme. Falenderojmë Zotin e madh për mirësitë e pafundme që ne i ka dhënë. Paqja dhe mëshira Zotit qoftë mbi të dashurin e zemrave tona. Vullën e të gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata cilët pasojnë dhe e ndjekin rrugën e tij deri në ditën ku të gjithë do të dalim para madhrisë së tij. Të nderuar vëllezër besimtar, çdo gjë që gjendet në këtë botë kalon. Edhe kjo botë një ditë do të përfundon, sikur se kalojnë ditë e kësaj dunjaje. Të gjithë jemi ne në këtë tokë të Zotit, të gjithë jemi të përkohshëm. Jemi me ditë të numëruar. Fundi për të gjithë neve është ahireti. Lumë ata cilët e kuptojnë jetën e kësaj dunjaje, e kuptojnë jetën e kësaj bote dhe përgatiten, dhe punojnë punë të mira sa më shumë, veprojnë vepra të mira sa më shumë, e që do të jenë në shoqërimin e robit e në varë në ata 2 metër, e do të jenë në shoqërim me te nesër kur dalin para madhrisë së Allahut azza wa jall. Lumë ata cilët dalin fitus nga kjo dunja, se për njerëzve cilët nga kjo dunja do e lëshojnë dhe do jenë fitimtar, por do ketë edhe të tjerë të cilët do të ndahen nga kjo dunja, do të humbin, sepse nuk e kanë kuptu jetën e dunjas, janë dhanë shumë mas epsheve, qefeve të dunjas, dhe kanë haru ahiretin, kanë haru takimin me Allahun azza wa jall. E lumë ata cilët pra e kuptojnë jetën e dunjas dhe vazhdimisht i gjenë vepra të mira, e në punë të mira, vetëm dhe vetëm për të arrit kënaqësinë e Rabbul Alaminit. Në zinxhirin e veprave të mira, në zinxhirin e punëve të mira, punëve të dashura, të preferuara, që është mirë besimtari, është që duhet vazhdimisht të bëj dua edhe lutje sa më shumë Allahut të lartë madhëruar. Allahu po na urdhëron dhe thot: "Ud'uni astajib lakum", lutuni ju mu, bani dua. Bani dua, çfarë nevojë që keni, unë kam me ju përgjigj lutjes juaj. Unë kam ju përgjigj nevojës që ju keni. Dhe ne dim se Allahu i lartë madhëruar nuk e thën fjalën e vet. Lut ju Allahut për atë që ti ke nevojë, Allahu ka me të përgjigj lutjes tënde. Edhe nuk guxon ti me dëshu se a thu po përgjigjet apo nuk po përgjigjet. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a ul-ibada". Duaja është ibadet, është adhurim. Njeriu kur i lutet Zotit, i ngrit durt, ti afrohesh tek Zoti i Madh. Dhe di vëllai dashur se Allahu asnjëherë nuk mërzitet. Sado që ti i ngritën durt, sa më shumë që ti i lutesh Allahut azza wa jall, bën lutje, Allahu gëzohet. Nuk mërzitet asnjëherë. Shpeshherë ne e dim se në jetën e kësaj bote nevojat dëtëron, hallet që i ke, dëtërohesh më shku me kërku ndihmë të filani, apo ndonjë nevojë tjetër që ti e ke në jetën tënde. Shpeshherë ndoshta ndahesh i pakënaqur, nuk të plotësohet dëshirë, nuk plotësohet ai nevojë që ti e pate ndaj vllaut vet. Por a ndodh kjo që me të kthy Allahu ti të mërzitshëm? Nuk ndodhen kjo. Por ajo që kërkohet prej nesh, duan kur ti lutesh Allahut azza wa jall, tjetë sinqert, tjetë me sinqeritetin më të madh. Tjetë me sinqeritetin më të madh, duke lut Allahut azza wa jall, duke e fillu me falënderim Zotit, duke ra salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj t'ja parashtrosh nevojën që ti e ke dhe ta nish veten sa më të përulur para Allahut azza wa jall, dije se kam të përgjigj Allahu azza wa jall. Kam të përgjigj Allahu lutjes tënde vllai dashur. Në kohën e mahershme ka ndodhur një njeri
i cili e kishin lodhë halët të dunjas. S'kishte ushqim për familjen e vetë. Dhe thonë të si do të qoju natën, në këtë gjendje, dhe bën lutje dhe bën dua, dhe i lutje të Zotit, o Allah ty po të mbështetna, prej te po kërkoj ndihmë. Dhe Allahu ja qonë në andër një pasanikut, që me shku në filan vend, të kë njeri me amen, edhe shko dhe me i qunë ndihmë dhe me ndihmu. Dhe kur shkon në mëngjes të këfilani, i thot, o vlla ti që po më sjell, nuk po të njaf. Thot, edhe unë nuk po të njaf ty. Edhe unë nuk po të njaf ty, por mram kam pa ande që ty më ardh për me të ndihmu, edhe largohat. Dhe i dalin lot e gëzimit ti nevojtarit, se si Allahu Azza wa Jall po ndihmon. Po vlla i dashëm, njeriu kur nuk ban me hub shpresat në Allahun Azza wa Jall. Thot në hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu Allahu ka më plotsu lutjen, derisa ai nuk ngutet me than me shpejtu, valla un banë lutje, banë dua, por s'mu përgjigj lutje Zotit. Kështu zgjudo me than. Ti ban dua, lutje Allah Azza wa Jall. Se me lutjen tënde dhe me duan tënde, di e vllai dashur se edhe caktimet mund të ndrohen. Caktimi. A nuk ka ndonë kohën e maheshme, është caktu që kjo gru me nejt vej, kjo gru mas me pas fmi. Dhe ka shku tek pejgamberi Zotit, lutë Zotin që Allah më mdha fmi, dhe i sa vjen përgjigja, o mus, kjo gru s'ka me pas fmi. Por mas një vjetet, e shef pejgamberi Zotit, e shef këtë me fmin duke e bartë fmin e vetë. E nga kjo, e pyet Allah në zëgjel, si ndodhi kja, unë informove se kjo s'do të ketë fmi. Thot, Allahu Azza o Muset nuk mujta marrëdhitor për lutjeve të shumta që i bani robi që unë mja kthy borx. Edhe undru kaderi Allahut, undru caktimi Allahut Azza Jall. Pra të vllai dashur, dije se me lutjen tënde, me duan tënde që ti ja drejton Zotit madh, këmë përfitu 3 gjëra. Dhe këtu përshëndrojmë. 3 gjëra. Ose, siç ka në hadith e pesëm, ose Allahu, i lutesh Allahut për nevojën që ti ke. Ka me të dhanë me njëherë, atë që ti e kërkon. E dyta, ose Allahu Azza wa Jall e kalan atë që ti po kërkon, e kalan me të dhanë në ahiret. Dhe e treta, Allahu Azza wa Jall nuk ta ka dhanë ty për atë lutje që ti e lut Allahu Azza wa Jall, dije se Allahu ka me të pastru prej gjunave, ka me të pastru prej mëkateve. Gjithmonë jenë fitues. Në shumë gjëra janë sekret më shefta që na nuk i dim, kena dëshirë me na realizu kjo dhe ajo, por është sekret që na nuk e dim, ndoshta nuk është mirë për neve. Por e jona çka është? E jona është që ne ju lut Allahut Azza wa Jall sa më shumë për çdo nevojë, për çdo hall që ti e ke, drejtoju madhërisë Allahut Azza wa Jall. Dhe mbaj bindjet e forta ti kesh në Allahun Azza wa Jall. Lutu me një zemër të pastër, me një zemër të sinqert, ndash Zoti Allah ka me të plotësu nevojën që ti e ke, ose ka me të dhënë në dunja, ose në ahiret, ose ka mirësi më të madhe, se me atë lutje që ti e lut Zotit, Allahu ty me të pastru prej gjitha mëkate, me të pastru prej gjunave. Allahu na baft nga ata cilët e lusin Allahun Azza wa Jall. Allahu na baft nga ata cilët kërkojnë falje vazhdimisht. Allahu na i fal gjunahet tona. Allahu na nxjerr nga kjo dunja faqebardh, e ai me keni kënaqur me neve. Allahu na mundsof që sa të kemi ymën këtë tokë të Zotit, gjithmonë me punu punë edhe vepra që e kënaqin Rabbul Alaminin. Dhe lutja fundit e jona është Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu sallam ala nabi.